ku më nuk se aty thësha, më di shka po del, po edhe që thojnë pse dul, e qysh dul, e nashti ka më dol trans, nashti ka më dol e martune, nashti ka më dol të listë fa komente palide kanë shkru. Unë më thënë që tash e konfirmoj se jam taku me që këmë 2-3 orë, më ka thonë ma mirë se sa që e kom prit. Kom shku të shtëpia vet, edhe më taku me prindit e vet, më kanë me prit tepër mirë, po aja qika ju hala, aja erdhë më vonë, edhe unë të prit, 20 e di shka ka me ardhë, aja të këtu. Këtë se di se unë se kom po kur, me AI tash shka s'mund të bon njëri, aja të këtu. Edhe unë prisha shku del, kur du erdhë aty, wow, shumë i lundër, aja të këtu. Tepër mirë, ma mirë se që e prita, aja të këtu. Edhe jam shumë i gëzushëm. Të ndalim tek pjesa më rëndësishme, më e komentuara, vajza për të cilin unë nis. Qika e din gjatë rrugtimit çdo ditë kena folë, si me familjen tam kom folë, po edhe me atë që kom folë çdo ditë. Aja e din rrugtimin tam çka kom e kësaj. Po familja vet nuk e kishin marrë shumë informatën, s'kishin marrë, okay, auto me bicikl, kanë menuar se është vjen shpejt, kur i kanë po videot, tash ade, wow, ka dalë. Ai të kuptu. Edhe po na vjen mirë theke që po na don dikush që i kanë ka shumë se të ke funit është e vladit të në, ai të kuptu. Tuk na vjen mirë. Çfarë ndjesje ishte kur e pa nga afër dikëm me cilin ka folur vetëm virtualisht? Unë ndjesi nuk më ka hub moja, nuk është që mani shumë persone vërtet ku të di këtë di përton çka më se po kjo një në fillim kur erdha te shtëpia okay ku jam okay në rregull po kur erdha tani ajo tash ti ka dalë gjallë diçka ai dhe këtu edhe shumë mirë dhe më bike pak palidhje më po çam nëse prende se nuk është shumë e heshme ajo tani mas një kohë mas një orë atë në kënaqë tu fol shlir super te tash ka shku shumë mirë. E sot a i propozoi? Jo. Sot shkojmë pak më qela dhe prindet e din këtë punë, po nuk po du me fillim, nuk po du me të më këtë sanët. Nesër, dalëm, shëtitëm nesër, mas nesër, nashti, besoj që i thama dhe prindet vetë. Edhe kjo po, kjo t'jesh ka pranu, po edhe miratimin e prindet duhet me pas.